Në kuadër të emisionit të Zgjohu me ne, do t'ju prezentoj dhe një personalitet tjetër, ndoshta një prej personaliteteve të cilat unë i kam për zemër dhe gjithmonë i prezantoj me veçori shumë të rëndësishme, ata të cilët na mungojnë ndoshta në skenën shqiptare që na i ka marrë Europa dhe kësaj radhe duke mos e haruar atë të cilën vite me radhë në Maqedoni dhe gjithku në estradën shqiptare, duke përfshirë trojet shqiptare, dha më të mirën, dha këngën popullore shqipe, dha këngën atë të cilën e pranoi publiku në mënyrën e vet. Është Gjyle Çollaku, ajo e cila do të ndaj mëngjesin së bashku me ne. Gjyle, mirë se të gjej dhe mirë se na erdhe në emision. Mirë se ju gjeta të gjithëve dhe faleminderit për ftesën që ma bët. Një përshëndetje special për shikuesit. Përshëndetje edhe për ty, Diellza, e cila gjithmonë je aktive dhe gjithë stafin realizues. Theksova fare në fillim, Gjylja i mungon shqiptarëve të Maqedonisë, shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës në mënyrën e fizikut të saj, sepse po jeton dhe po vepron në Austri. Por kjo nuk do të thotë se kënga nuk dëgjohet aty ku nuk jeti. Ke bërë adhurues të shumt. Tani më veç ke formuar familjen tënde, po jeton në Austri, ke një djalë të vogël, unë këtë të shfrytëzoj rastin që të uroj, ta kesh me jetë gjatë. Faleminderit, po është e vërtet tash më një kohë të gjatë. Jam duke jetu në Austri. Kam dhe mire cekët një djalë, të cilit do me thonë gjdo artista po këngëtar, do me thonë gjdo njeri që është në estradë, i merë do me thonë një kohë të bukur fëmiu. Kështu që unë kam dash të kem një pauzë të vogël, pastaj të filloj të vazhdoj dhe me thonë me planet mia, me këngën. Po. Vitin 2008 shumë plane për t'i realizuar, janë në rrugë të drejtë, deri ku ke arritur, ke bë këngët, tekstet, kompozimet, te kush? Po tash kam fillu, do të thotë, normal këngë treja për adhurusit, për fansat e mi. Disa këngë, do të thotë, një këngë, do me thonë, kam bote Ardian Kastrati, Shkupjan, tekstet si gjithmonë, Avni Çaili, Fatmir Muja, kështu me radhë, po nuk, do me thonë, këngë treja, do të kem për 2008-ën, kështu që nuk do të flasë më shumë për planet rreth këngës, kuptohet për ne këngëtarët, do t'i le pak sekret. Kam qef më shumë punë se sa të flasë. Videoklip ndonjë? Po, edhe atë harrova ta cek se kam plan edhe videoklip të bëj. Po. Tani më je shumë më afër publikut i cili ndodhet në diasporë. Ti ke pas dhe koncerte të shumta të cilat je prezantuar në vende të ndryshme në diasporë, edhe kuptohet në vendlindjen tënde, po dhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Më thuaj, e dallon publikun? Jo, publiku për mua është gjithandej ku janë shqiptarët, do të thonë është gjithë e njëjtë. Për mua nuk kam, do të thotë, mendimi im, nuk e dalloj publikun. Gjithë janë të mirë. Do të kisha shfrytzu, do me thonë në rastin që ti përshëndes edhe njëherë gjithë ata që na ndjekin, kështu që edhe publikun edhe fansat e mi. Nuk e dalloj publikun, publiku është i njëjtë për mua. Gjyle, unë kam pas rastin të shoh dhe opinioni më i gjerë, bashkëpunime të shumta duke futur këtu potpurime këngëtar të ndryshëm. Si qëndron me estradën shqiptare, me këngëtarët? Po, unë personalisht qëndroj shumë mirë me ta, bashkëpunimi është në nivel, kështu që dhe akoma vazhdoj, do me thonë që qëndroj mirë me ta, bashkëpunojmë bashkë, shumë mirë, do me thonë, qëndroj me ta. Dhe jam shumë kurioztare di për zgjedhjen e veshjes tënde, kush e ka bërë sot? Do me thonë, gjithmonë e kam cek dhe tash do ta ceki kështu. Për veshjen time, gjithmonë është kujdesur, do me thonë, motra ime, të cilën e du shumë, për veshje, për flok, për gjitha, do me thonë, stilin tim, për gjitha gjërat është kujdesur motra ime.
Edhe pak një pyetje ndoshta më private. Tash djali ka flok kaçurele apo jo? Jo, tashti jo, djali ka flokët, nuk i ka kaçure, do të thonë si duket e ngjan tezës. Jo, nuk ngjan, do të thonë si. M'zdi tashti mundet më vonë, tashti është i vogël. Ka ma 2 vjet. Nga angazhimet e shumta gjatë vitit, duke ju përkushtuar një herë shtatzanis, pastaj edhe foshnjës e cila ka ardhur në jetë, ti bën dhe një pushim tani shpejt apo jo? Po, Pushim me familjen tënde? po tash këtu në Shkup, me familjen time, tashti do të Je angazhuar rreth xhirimet të fund vitit në Maqedoni, Kosovë. po Maqedoni, Kosovë, kështu që do të thonë vazhdoj tash jam në angazhim, do të thonë në për incizime të video, do të thonë tash që përgatitin programet, programet po. Të vitit. Ka diçka speciale e cila sillet për fund vit, ndonjë potpurime, ndonjë këngëtar tjetër? Tashti jam në bisedime, po do ta lëm, do ta thash pak më para ceka, do ta le tjetë kjo si surprizë po. Gjule, shumë suksese, të faleminderit. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Edhe njerë për 2009-ën, një përshëndetje për të gjithë. Teleshikuesit në radhë parë do t'ju kisha uruar shëndetin dhe realizim dëshirave. Gjithashtu dhe ty djelza. Faleminderit e juve.